Njërit nga të afërmve të mi ka lindur motra gocë dhe sot erdhi një mikesha vetë për vizitë dhe kur iku i gjeti gocës një copë të vogël qymyr sa një 5 lekë tek rrobat. A mos është magji? Po, magji është. Se çka dash kjo zonja me këtë qymyrin që e ka lënë aty unë nuk e di, po është mirë që të pyetet. I thotoi filane, alo, si ja je mirë se kanë. Përse e le atë copën e qymyrit tek fëmia i vogël? Vëllezën dhe motra, duhet me pas parasysh një rregull. Në çështjet e magjive duhet që të krijohet, le të themi, debat dhe konflikt, kur them konflikt në kuptimin e debatit, me njerëzit të cilët e argumentojmë qartë që ata i kanë bërë gjërat. Po jo, ndoshta s'm vjen më në shtëpi, shumë mirë, kjo është aq që duam. Që këto njerëz mos na vinë më në shtëpi. Ose kur të vinë, të jenë kujdesshëm se kanë probleme. Kjo është çështja. Megjithatë duhet pyetur se mund të jetë dhe ignorant. Pra personin fjalë ka një që kur shkohet tek i fëmijë poshtë sa lindur do të më lani copë qymyri. Kështu i ka thonë Zelihaja që e ka komshije.